Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. U kthyem. Jemi në 104.6 si gjithmonë, më nada mos më Nuk shkoj. ndryshon frekuenca, flije mendja. Është ky momenti ku Mikaela e ka shumë qejf të na shikojë mua dhe në Adën bashk. Po, dukani shumë të këndshëm. Mezi Sa pret. është ora, prit? Shikoj. 7:57. Shënoja, të lutem. Shënoja? Shënoja? Po, okay, ka mbërritur momenti ku ne do të flasim për temën e ditës. Për dashurinë, kjo dashuria që kaq shumë e kërkojmë, po sot vjen në forma shumë të thjeshta. Gati po e marrim të mirëqen sepse shumë e thjeshtë të lidhesh, ndoshta edhe vetëm me një mesazh, me një like në Instagram, me një mesazh në 2 të natës, edhe siç vjen e vrullshme edhe në premtimet e saj, edhe ndarja është po aq e lehtë. Po pse jemi në këtë lloj krize, do ta quaja unë, sepse është një problem të paktën për moshatarët tanë, për brezin tonë, është diçka që po e vuajnë dhe është një nga temat kryesore në çdo tavolinë ku ti ulesh edhe takon njerëz edhe flet. Pse janë bërë marrëdhënie të tilla? Mirëmëngjes Rudina Koromani, kënaqësi që të kemi. Mirëmëngjes. Për ta trajtuar së bashku. Okej, unë jam kurioze të di se kur trajtohen tema të tilla bëhet se bëj gjithmonë dikush i ndar, domethënë mos është ndar ndonjëri nga ju. Ne të tre jemi të martuar edhe me fëmijë. Po presim fëmijë të tre domethënë. Me Ne këtë jemi në kuptuam tjetër të gjithë nivel. që jemi takuar të tre single dhe vazhdojmë të jemi single. Okej, megjithatë e keni përjetuar dashurinë e lidhjet, zgjidhjet, pjesën e braktisjes, ndarjes dhe ato magjit vjen e lidhjeve. O të gjitha. Me pikë me presje, të gjitha i kemi Kjo përjetuar. është e rëndësishme. Nga krimbat e fluturat që shndrohen. Shiko, jo domosdoshmërisht do lidhje do ketë fundin happy hand, është pikërisht ajo pjesa e eksperimentit që neve bëjmë për të gjetur njeriu e duhur apo atë që duam të projektojmë ëndrat tona në terma afatgjat. Megjithatë, ndjes pak më afër mikrofonit sepse megjithatë, është e vërtet në fakt që po jetojmë në një epokë ku qasja ndaj marrëdhënieve po ndryshon tipologjia. Pra, vërtet kemi lidhje shumë të lehta, shumë të shpejta, por kemi edhe ndarje shumë të shpejta. Duke krijuar një psikologji, një mënyrë të menduari ndryshe ndaj dashurisë. Nëse më parë ndaj dashurisë afroheshim duke investuar kohë, angazhim për të krijuar një lidhje të thellë deep inside, duke e menduar në terma afatgjat gjithmonë. Sot nuk shikohet në terma afatgjat. Po pse çfarë ka ndryshuar? Kur thua sot, me po çfarë së pari një herë ndryshimi i epokës teknologjike sot ndryshime shumë të mëdha në këtë ndryshimin e kësaj mendësisë. Pra është më thjesht të njohësh njerëz dhe më shumë Po, njerëz. sepse për shembull mundësia swipe është gjithmonë dikush më mirë se ty, një scroll më pas, një swipe më pas. Dhe kjo e bën pjesën që kur përkushtimi i individit është gjithmonë më pak. Pra individi, partnerët, çiftet ndahen në problemin e parë që kalojnë, gjë që është shumë normale, që je duke u njohur me një person, nuk ka asnjë perfekt, jeni duke njohur njëri tjetrin dhe duan të kaluar këtë vështirësi. Shumica të rinjve këto nuk e kalojnë. E kanë shumë më të lehtë të ishin dorë. përjetojnë vetëm momente të bukura, janë me një tolerancë prag tolerimi shumë të ulët. Pra sapo gjërat bëhen të vështira, heqin. Sapo gjërat bëhen vështira ose një problematik qoftë edhe vogël, nuk tentohet të përpiqet të zgjidhet, ajo kërkon kohë, kërkon përkushtim, ka përjetime emocionale negative që të rinjt nuk i duan, brezat e rinj nuk duan të përjetojnë, duan të përjetojnë vetëm momente lumturie, gratifikim të menjëhershëm, vetëm pjesën të ndjen që se po duan dhe janë në vëmendje dhe kaq that's it. Po duket sikur nuk duan të marrin dhe përgjegjësi, ëh. Po ka të bëjë me inteligjencën emocionale, me empatinë kundrejt këtij personi apo me është edhe ka faktor psikologjik. Pra siç thash, kemi një ndryshim qasje, një ndryshim të mendësisë të brezave të mëparshme dhe ata aktual. Për shembull, brezat aktual disa kemi transmetimin e këtyre traumave të padukshme të familjeve, vijnë nga familje me martesa jo të lumtura, me martesa jo të suksesshme, kanë modele shumë jo të mira, themi, dhe këto ndikojnë në disa fiksime në mënyrën se si e mendojnë lidhjen. Nuk dua të vuaj siç kanë vuajtur prindit e mi. Në mënyrë të pandërgjeshme i bën që të mos qëndrojnë shumë gjatë në lidhje. Faktor tjetër janë pjesa për të zhveshur emocionalisht. Sepse sot kemi shumë, sa po shikoj unë,
po shikoj krijimin e lidhjeve seksuale më shumë se sa ato intime, emocionale që kërkojnë kapacitet emocional, angazhim, njohje të individit. Pjesa e dashurisë nuk kërkon vetëm zhveshje trupash, që kërkon vetëm marrëdhënia seksuale, tek e cila na duhet vetëm ajo dëshira. Ndërkohë që intimiteti i thellë, ajo lidhja vërtet, kërkon angazhim, kërkon emonet pa gjumë, kërkon dhe të zhvishesh emocionalisht, pa tregosh edhe ato dobësitë tua, xhelozinë tënde, frikrat e tua, pasiguritë e tua, ndërkohë që të gjithë sot kur deklaron edhe njihen, njohin 10 persona në orë, por asnjë nuk janë të vërtetë. Vetëm deklarojnë që kanë çfarë planesh kanë, kush është babi i tyre, sa miliona ka babi, mami, sa shtëpia kanë, sa makina kanë, nuk tregojnë ato pjesën pikërisht të jenë të vërtet me ato që njihen dhe kërkojnë që të njihen. Shumë një problem shumë i madh për të hapur shpirtin. Ja ta bëjmë pak më konkrete. Për shembull, brezi ndjesë mbaruar? Yes, po. Më pëlqen kur kam interaktivitet. Sa unë s'di të ndalem, nuk di të bëj pika, kam një defekt shumë. Okej. Do më thënë, tek zhveshja emocionale, për shembull, ne jemi një brez tek të 30 tani, më përpara dhe ne kemi përjetuar dashurit, marrëdhëniet në moshë edhe më të hershme kur kemi qenë adoleshente dhe të 20-tat, por ndodh të paktën flas për vete tani që kur je në këtë moshë, për shkak të edhe gjërave që të kanë ndodhur më përpara, këtë zhveshje emocionale e ke më të vështirë, sepse nuk do që të lëndohesh. Pikërisht. Mosbesimi është më i madh, je më dyshues për të marrë ca hapa për te kësaj gjë. Po, pjesa e lidhjeve intime, nëse duam që të krijojmë të thella me qëllim që të projektojmë që të mbajmë sa më gjatë në jetën tonë, duhet me patjetër pjesa e shfaqjes të ekspozojmë veten tonë, emocionin, shpirtin tonë, zemrën tonë, thellësinë dhe ato skutat e errta tek partneri, sepse sa më sinqert dhe sa më vërtetësi të ketë lidhja, aq më e thellë bëhet dhe aq më shumë garantohet dhe lidhja. Pra duke dhe është e vërtet, po. Disa është edhe ky komponent psikologjik, disa kanë frikë të ekspozojnë për shkak se nuk duan të lëndohen. Kemi dhe kulturën individualiste, që të promovohet individi që ka sukses, mendon vetëm për vetë, individi është e ka fokusuar kamerën vetëm ke vetja, kjo e bën që të më pak emocional, shumë arrivist, dhe të mos mendoj për palën tjetër, kur flasim për ato debatet në çift, mendësia të tjetë shift, mendosh edhe për palën tjetër, se sa po vuan apo si, për ato që keni ndërtuar gjitha. Individi egoist që mendon vetëm për vete dhe vetëm për suksesin e vete dhe shumë si profesor, nuk mendon gjithë tillë ndarjen e bën më shpejt. Po, ndoshta sot po jetojmë edhe në një kulturë që promovon më shumë, si thua, narcisizmin, ndjesinë që ti je. Këtë po thoja, pra themi po është krijuar këto që për vitin 2009 me daljen e mediave sociale në jetën tonë, pra që u futën në bën pjesë jetës tonë. Këto kanë ndryshuar edhe psikologjinë, mendsinë e të parit të gjërave edhe për sa përket pjesës së qasjeve ndaj marrëdhënieve intime. Shikohen në mënyrë më egoiste dhe prandaj nuk shikohen të thella, nuk krijohen të thella. Nëse i krijojmë të thella pa diskutueshmërisht, ato do kenë më shumë shanse që të zgjasin e të dashuria e vërtetë apo deri në pleqëri. A ka një moshë kur njeriu ja di vërtet vlerën e dashurisë edhe bëhet i thellë edhe pranon edhe tjetrin? Në moshën e mesme, pra themi presupozohet që mbas të 30-tave, tani për shembull çuni ka hyrë në pjesën e një faze të pjekurisë ku tenton që të bëjë një zgjedhje, nuk janë spontane. Deri në moshën 30 vjeç. Faleminderit. Pjesa e eksperiencave, e krijimit të eksperiencave janë këto kimit, pra të nisura më shumë nga kimit, të cilat keq kuptohen nga shumë të rinj, i përkthejnë dashuri. Kimia nuk është dashuri, janë ca shkëndija. Dashuria ndërtohet. Okej, kemi dhe dashuri me shikim të parë, kolpo dy fulmin edhe po këtë rrallë, vetëm mua ka ndodhur dhe as kujt tjetër. Po në vetvete pjesa e dashurisë, kërkon investim, kërkon të ndërtohet. Kjo pjesa e këtyre, domethënë kimia që ngatrohet, kjo pjesa që në fakt është një pjesë instiktuale që aktivizohet, instinkti seksual që aktivizohet dhe kërkon që të kënaqet dhe kërkon gratifikim të menjëhershëm. Në momentin që kjo kënaqet, lidhja mbaron. Duke që kemi mbaron.
Mbas 30-ave, 35-ave, pra kemi të bëjmë edhe me maturimin e individit, se kjo është në moshë të ndryshme, nga niveli intelektual është ndryshëm në individ të ndryshëm. Megjithatë presupozoj që 30-35 vjeç kekuria e individi është më i qartë, e ka ndërtuar pjesën se çfarë pëlqen, çfarë do, çfarë kërkon të ketë në krah të vetes së vet, dhe bën zgjedhje më të maturuara, zgjedh me një vetëdijshmëri shumë të madhe, bën dhe lidhje shumë. Kemi shumë për të folur. Po, dëgjoj Rudinën edhe kam shpresë. Një shkëputje, ndërkohë që ti shpreson, edhe frymëzohesh me këngën e radhës, uroj që të jetë për dashuri. Themi pas pak. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, edhe na shkoi fix për shtat me temën tonë. Për njerëzit që dashurojnë letë dhe ja din vlerën dashurisë, por Rudina, rikthehemi në studio dhe pyetja ime edhe për shkak të atij debati të vockël që patëm ndërkohë që luaj kënga, kush dashuron më shumë ose kush di të dashurojë më mirë, vajzat apo djemt? Jo, në pjesën gjinore nuk ka dallim fare. S'ka dallim. Kemi dashuri të forta, historia e ka treguar, historia e artit e kulturës në mijëra vite, qindra mijëra vite, kemi dëgjuar histori të mëdha dashurie dhe pa dallime gjinore, pra kemi dashuri të nga të dyja palët, nuk ka dallime gjinore. Pjesa e tipologjive të personalitetit, pra ne diferencohemi nga njëri tjetri për shkak të tipareve të personalitetit dhe ke disa tipare personaliteti ku ndjeshmëria është më e lartë, kanë një ndjeshmëri më të lartë, po dashurojnë më fort, përjetojnë emocione më të forta, që na bëjnë diferencën dhe ne shikojmë që disa po bën përshtypje, domethënë madje ata që janë romantik apo që nuk i kanë këto, duken shumë të çuditshme këtë lloj lidhjesh. Pra nuk ka të bëjë me gjinin, po kush beson më shumë te dashuria? Jo, ka të bëjë me tipologjinë, me tiparet tona të personalitetit. Po kam përshtypjen ky koncept është krijuar Rudina nga që femrat shprehen më shumë dhe dallohet pikërisht nga ato tipare të personalitetit që na bëjnë unik secilin prej nesh, Dhe ke disa kemi tipare artistike ku ndjeshmëria është më e lartë, më e shtuar. Por edhe buajmë më shumë, për të ndjeshmërisë, siç po thoya, kam përshtypjen është edhe fakti që vajzat apo gratë shprehen më shumë. Dhe duke qenë të tilla, duket sikur ato duan më shumë, edhe po edhe në çfarë tregojnë me njëra tjetrën. Ka shumë nevojë që të shprehet dhe të bërtitet shumë pjesa e dashurisë së vërtetë. Po kjo krijon këtë konceptin e gabuar, pastaj që femrat dashurojnë më shumë se meshkujt, ndërkohë që të dyja palët pa diskutim. Po duam edhe ne, aq duam sa. Po pëlqen shumë dashuria e meshkujve ashtu e heshtër e bukur. Shumë e bukur se sa e bërtitur ashtu. Po nëse nuk demonstrohet si e kupton ti po e dua me trëndafila nga avioni i lart, domethënë kjo pjesë mund ta kuptosh me gjeste të vogla më inat. Pjesa e vërtetë është më e bukur. Rudina, tani kam një pyetje. Dikur, po themi pa dal këto rrjetet sociale dhe kështu me radhë. Jo, po flas vite më përpara. Aspektet e një marrëdhënie siç vjen puna e xhelozisë për shembull, ndjehej, kuptohej në e merrte vesh gjithë lagja, gjithë fisi. Po, në situata të tipit e pash se si të pa ajo, po ti çfarë ke me të sepse më ka thënë dikush edhe kështu me radhë. Kurse sot ndodh që Po besoj. Kurse sot ndodh që partneri ose partnerja të thot pse i ke bër like ti këtij njeriu, kësaj vajze, ç'pun ke ti me këtë? A ka ndikuar edhe kjo? Po mund të a ka ndikuar edhe kjo domethënë që raportet të mos jenë kaq të gjata sepse mjafton një like i bër kod pa një qëllim të caktuar që një marrëdhënie të marr fund kështu menjëherë. Jo, pjesa e psikologjisë, pjesa e teknologjisë ka ndikuar në pjesën e mendësisë të reagimit të menjëhershëm dhe shumë të shpejtë. Pra ajo që un thash kur po flisja për faktorët, pra individët duke qenë se i krijojnë shpejt, i prishin shpejt, sepse kanë prag durimi shumë të ulët. Në momentin e problemin e parë, me njëherë të rriqen edhe i prishin marrëdhëniet. Pra themi nuk investohen. Marrëdhëniet afatgjate kërkojnë investim, kërkojnë angazhim, kërkojnë që marrëdhënia të testohet dhe t'i japi të kalojë ato provat e debateve të ndryshme, të bisedave të ndryshme, pra të kalohen edhe të kështu ndërtohet një marrëdhënie në terma afatgjat dhe sigurt. Ata që i rezistojnë dhe i tekalojnë këto prova kanë suksese të tyre. Rudin, a ka çifte që kërkojnë edhe ndihmë profesionale në këtë aspekt, që bëjnë terapi në çift për ta shpëtuar një marrëdhënie? Patjetër, dhe 30 vjeçarët, ato 30 vjeçarët, 30 vjeçarët janë pjesa më e madhe
sepse kanë një psikoedukim shumë të mirë pjesa e ky brezat më të mëdhenj, më të vjetër janë një çik stigmatizues paragjikuese, të turpshëm edhe nuk duan të flasin, duan që problemet e tyre të mbeten brenda familjeve të tyre dhe prandaj mbeten në martesa jo funksionale, të ftohta, qëndrojnë sa për të qëndruar. Mund të jenë të ndarë dhe jetojnë në një shtëpi së bashku për hatër të fëmijëve. Janë jo funksionale, shumica martesave në Shqipëri janë jo funksionale. Nuk përpiqen për njëri tjetrin. Ndërkohë që po qëse do t'ja jepni mundësinë vetes të paktën një pjesë e tyre mund të shpëtojë nëpërmjet terapive të çiftit me psikoterapi. Janë martesa që nuk kanë fare komunikim. Ka ndodhur ke raste që ke shpëtuar marrëdhënie? Unë nuk kam ekskluzivisht psikologe e terapi që për çifte, megjithatë, unë jam psikologe klinike që ofroj edhe terapi individuale dhe në çift. Kam ofruar dhe ofroj për çiftet, nëse mund të ndash një histori me ne nga një çift. Po, dhe më pëlqen shumë të punoj me çifte. Më pëlqen kur i shikoj që zihen dhe unë që ndërhyj dhe filloj dhe jap ato rregullat e para që të dëgjoni njëri tjetrin nga 5 minuta nga 2 minuta. Edhe ne na pëlqen po ja që janë seancat më të bukura për mua. Po kush janë motivet kryesore që e çojnë një çift drejt një krize? Është pjesa e konfliktet, pjesa e problematikave të komunikimit. Konfliktet, kush dominon, nga njerë çiftet bie në kurthin e se kush bën ligjin. Për të vendosur kush ka atë dominancën. Shefi në marrëdhënie. Kjo është e gabuar, në fakt. Unë them gjithmonë në çiftet do ta shikojnë njëri tjetrin, mbreti dhe mbretëresha janë të dy njësoj, do të ketë respekt maksimal nga të dyja palët. Nëse krijohet një lloj hierarkie, kemi nuk është e njëjtë. Nëse tek ato çifte që është e njëjtë kjo pjesë e të ndjerit, janë të dy trajtojnë njëri tjetrin me shumë respekt, me shumë dashuri, por në të njëjtin nivel, jo nga lart poshtë tek asnjëra palë, kemi elemente që garantojnë lidhje shumë të mira dhe afatgjatë. Duhet të ketë balancë. Kam edhe një pyetje tjetër. Përgjithsisht kur je ri thua, mos e kam kohë për të krijuar një marrëdhënie. Këtu është gabimi. Këtë do të pyesja për shembull. Si më thon thua, deri në këtë moshë unë do bëj qef dhe s'më intereson nëse lidhen dhe ndahen edhe kështu me radhë. Kanë rezultuar të gabuara njësoj si llogaritë që bëjnë shiftet që të bëj shtëpinë, të bëj dhe këtë, të bëj dhe punën, pastaj do bëj fëmijë. Ka rezultuar që më pas kur kanë kërkuar fëmijë nuk vjen fëmia dhe me aq shumë vështirësi dhe me aq shumë problematika, gjërat duhet të lënë të rrjedhin natyrshëm. Pra, duhet konsideruar pjesa e martesës theme. Po kryen më pak martesa. Brezi jon nuk e preferon fare martesën. Domethënë celebrimi shumë larg nga ata që zgjedhin bashkëtesën, mund të bëjnë dhe fëmijë. Angazhohet më shumë, ka frikë më shumë, angazhohet më pak, jepet shfaqet më pak emocionalisht. Dhe mund të ikë kur të dojë. Është më shumë në këtë formë. Edhe për këtë arsye, nuk kërkon që të marrë përgjegjësi dhe të angazhohet. Rodina, si mund të ndërtojmë ne marrëdhënie të shndrueshme në këtë botë kaq të brullshme dhe të shpejtë? E gjitha është këtu në mënyrën se si ne mendojmë dhe shikojmë jetën, secili nga ne ka të filozofinë vet të tjetër. Nëse individi ka zgjidhur në kohë reale dhe ashtu siç duhet, pjesën në mënyrën se çfarë kërkon nga jeta e vet dhe çfarë kërkon të realizojë në jetën e vet, e ka më të lehtë për të marrë vendime për këtë pjesën e lidhjeve. Pra ku të investohet më shumë se këtu është gjithë dilema. Ku të investojmë, ku të besoj? Po. Që të mos zhgënjehem. E gjitha. Ti je i sinqert dhe ti komunikoj. Unë mendoj që një nga problematikat kryesore është nuk komunikohet pjesa atyre vërtet kërkesave që neve kemi brenda vetes. Nuk shprehemi. Ti jemi të vërtet në atë që shprehemi. E vlerësoj, nuk e vlerësoj, palatjetër të paktën unë e shpreh se çfarë kërkoj. Kemi shumë dhe të shpreh veten time ajo që jam, me këto pasiguritë e mia, me këto frikrat e mia, pa t'ia shpreh edhe nëse un kam pasiguri. Është kaq e çuditshme që më garantosh siguritë, më japësh besim. Pra t'japim vetes tonë një lloj mundësie për të njohur njëri tjetrin që mua të më krijohet kjo siguria, kjo pasiguria që më iki kjo. Domethënë mund të ndash krevatin me dikë, po nuk ndan mendimet e tua, edhe ndjenjat e tua. Kjo është gjë më e çuditshme. Kjo është po kjo i bën marrëdhëniet si përfaqësore të cekta dhe të riskuara në momentin që të mbarojë ajo pjesa e pasionit, hormonale, instinktuale, trupore. Sigurisht që marrëdhënia fundon.
duhet pjekur edhe në këtë aspekt. Tjetër, është pjesa e investimit emocional, nëse dikush hap shpirtin e vet dhe tregon sekretet të familjes së vet, ka më pak gjasa të largohet, se ka hapur shpirtin e vet, ose është investuar kohë, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet tek ty. Pra, dhe kjo ka ndodhur nga të dy anët. Është më e vështirë që të bëhen këto ndarjet. Pra timi të vërtet. A dashuron vetëm një herë njeriu? Të më bën për tani 13 shkurt. Ne Ada ishi mirë, po qëndronim në një nivel tani. Në 13 shkurt më bën këtë pyetje dhe un kam dhënë një përgjigje, u bë një reels viral dhe un thash që ata kjo shprehje del nga ato zemrat e lënduara që kanë dashuruar, janë zhgënjur dhe nuk besojnë më ke dashuria. Fillojnë dhe vënë në dyshim a ekziston dashuria dhe a dëshiron një herë njeriu. Individi dashuron për sa kohë të ketë dashuri brenda shpirtit, dashuri për jetën. Ka gjithmonë dashuri brenda vetes për të dhënë, për të marrë. Individi mund dashurohet. Ka të bëjë me ty më shumë. Po pas kemi kohën, Ada, pas kemi shumë kohë. Dhe mund të ndiqni edhe atë filozofin gjithmonë e dashuruar me dashurinë, jo me individin. Bravo, Mikael. Dashurin për jetën. Dashurin për jetën. I përfshin gjithë ajo pastaj për jetën, për veten, për familjen, për profesionin, për çdo gjë. Okej, folëm shumë për dashurinë. Në fakt edhe nuk do rreshtim se është të thelbi, rrotullohet gjithë jeta jon, rrotullohet rreth dashurisë. Rudina gjithmonë më le kështu me pikpyetje në kokë, me mendime dhe them. Është qëllimi i psikologëve për të vënë individin në reflektim, në mendim, është një nga qëllimet tona. Domethënë, çdo kush që vjen ke ne fillon dhe mendon. Ti sapo thua që shiko se është kjo mosha kur ti fillon edhe mendon, unë filloj të kem shpresë, pastaj ti thua, "Ore nxito se s'ke kohë", aty unë filloj prapë, asgjë nga gjë, e kupton? Këtu do luhatet njeriu midis. Si pjesa ajo që do të thoja është kjo që martesa nuk duhet shtyrë. Pra me të 30-at këtu në moshën që më ke thënë ti urgjent, domethënë. A ka një fokus. A ka një këshill për mamat që thon martohu se ti iku mosha? Apo s'ka? Mamat bëjnë shumë mirë, vazhdoni mama, vazhdoni, ushtroni presion, dëgjoni edhe për vajzat? Për vajzat dhe për meshkujt, sepse pjesa ajo që kanë bërë gabim mamat tona është vetëm kjo që nuk e kanë mësuar juve që të flisni për emocionet tuaja. Dhe kjo ndikon në pjesën. Pra nuk është problemi se brezi i ri nuk di të dashurojë. Jo, e kërkon fuqishëm që të dashurojë. Problemi është që si ka mësuar njerëzit se si të ndërtojnë këto marrëdhënie e thella, të forta, të vërteta. Dhe të mos friksohen nga pjesa e ndarjes, janë vërtet të dhimbshme emocione negative, po pa tona nuk rritemi. Sa më e madhe ti dashuria, aq më e madhe është dhe pjesa e dhimbjes, por pa to nuk është eksperienca. Pas provuam edhe shiun edhe borën dhe dielli nga të gjitha ngjyrat e benefiteve të diellit. Sa më shumë zhgënjet njeriu aq më fort dashuron. Si ishte kjo? Edhe po tallemi. Jo, ja ç'a brezi jeni. Jo, tallemi, jo. Jo nuk tallemi. Në fakt tani njeriu është mirë që me ato që i ka ndodhur të mos jetë vetëm kështu në vuajtje e sipër, po të bëj dhe një çik ironi, se thotë ka kaluar. Ju ka vetëm një diferencë nga ne. Ju nuk doni të përjetoni emocione negative, ndërkohë që neve e dimë që janë pjesë e jetës të përjetimi emocione negative. I kemi përjetuar, na i ka bë jeta edhe ne kur. Në momentin që përjeton nuk është fundi i botës, janë pjesë e jetës. Në momentin që i shikon që janë pjesë e jetës, aty individi është pak më pak i friksuar dhe më shumë i guximshëm për të krijuar, për t'i dhënë mundësi vetes për të krijuar të gjitha çështje guximi. Jepja vetes eksperiencën dhe mund dashurosh edhe një herë tjetër. Ose disa herë. Kjo ishte shumë e bukur. Si të shkruajtur. E mbyllim pikërisht me këtë shijen e këtyre fjalëve të fundit që sapo tham. Njeriu mund të dashurojë në çdo kohë, vetëm mjafton që të jetë kurreshtar gjatë gjithë kohës, ndaj dashurisë dhe ndaj jetës. Shije dashurie. Faleminderit Rudina, ditë mbar. Faleminderit. Kthehemi pas pak. Mirëmëngjes gjithëve.